Ka ndo që nga lungën e mintin për gjys me hongër me vlau. E tash dhe një hongër shpirtin vlau. Për çka? Për diarja o tërë. O mërë i shkret. Cis vlau nuk i fol. Ama një arab qëfar zemra kanë ta njerës. E ju bësë Khtijani ka qenë djetar shumë i madh. Në ditë e kanë pa shok të vetë të kojtë. Pse pa kanë o imam? Pse pa kanë o hoxh? Thot pa kaj për gëzimit. Qka ka unë gëzimi e ju bësë Khtijanit? Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala i posedon 100 mëshira. 99 i ka rujt për në dynja. Një në ka jep sot këtë dynja, e ajo nimeti islamit, e Zoti mu më ka godit me ta e pikzimit, po kaj, ka thonë, po kaj për këtë nimet madhë që Zoti më ka jep e po tut më po në merë. Nësot e kena gajlen, mos po në merë dikush dinarin e dirhemin, mos po në i merë dikush pasurin, e ki po vlasnit tërmes vete, e ki po që u ka po të këtë zeman. Dojnë me përbi vlau për pasurin. E shonë vlau, nuk i fol vlau për tokë. Ama një Arabi o rritë bashkë me ta, i kanë vesh deshat e njejta, kanë hondër një sofer, kanë flet një shtratë, që ta ka kënalis ka pak në mu lazdru me në ardhë kushtet më të mira. Pyetini më në babalar të juj, pyetini vlasi që i keni më të vjetër, na që ka e në të lindum, ndër në vetën, e dim këti këna kërku këto, e dim në qa me flet një shtratë, mës me pas kushtet një dhomë me flet 4-4 fmi. Sot qka? Sot po dojtë se cili me pas dobe në vetë. Shqyqër, ku shka mund qi? Këtë dhe bëhe ka një dhomë. Ama qëshe herën ti vlau tënë, që i ka do me ty, kër kjo shku, ato sa kezat minti, po ju simbali, shubrit zatërive zdi që ka minti heq, e ka ndo që nga lungën e mintin për gjys me hongër me vlau. E tash dhe një hongër shpirtin vlau. Për qka? Për diarja, dhe tënë. O mërë i shkret. Wallahi, inshallah s'ka këtu në mesin tonë, asi që si fol vlau të vetë. Si fol babes, si fol nanës, si fku ku babes nanës. Ja Allah. O i keqi i dynjas ko baba. O i keqi i dynjas. Shka u le kujt para ti thu ja ba, o bab. Pa shmandin e Zotit. O e besosh Allahun hak. Pa dhe mëse besosh Allahun, mu që ki Allah më ka urdhru ty me ka thë me të thonë, o bab falem. O bab unë e gabej para teje. O bab falë Allahut. Pastaj teje, unë jam në dynja. Wallahi më kona që vish më kona qëfar njeri poshtër aftan. Se qështu me i fol e vladi. Wallahi edhe me kajt, so mare me kajt para babes. Ba më halal bob. Ba më halal bob. Allah i na bashkoft në gjennet o bob. Allah na bob nasib këtë muj. Shëgjeni këtë muj me kësi lutja o dashnurit e mi. Shëgjeni për babalart, për nanat e juja. Shëgjeni për vlazit e juj. Shkani e zgatja një dore nëse kini dikon je për la me vlazot. Unë asë po mëj, vëlloj goja so ka ma qëtë to. Pasha Allahun, goja nuk o tu ma qitë cis vlau nuk i fol. Ama një Arab, qëfar zemra kanë ta njerës. Kuraj nuk e don vlaun. Nuk e donë babën, nuk e donë nanën, ku donë me shku të Allah kënjeri? Ku donë me shku të njeri? Ti frigohemi Allahut subhanahu wa ta'ala, ti frigohemi Allahut dhe ta shfrytëzojmë këtë muaj të rahmetit që me i përmisu raportet tona me njëni me tjetërin.